Horoskopi ditor, 29 nëntor 2025, Dashi, sot Merkuri përfundon retrogradimin dhe kthehet direkt, pas pothuajse 3 javësh lëvizjeje mbrapsht. Kjo do t'ju ndihmoj të mendoni më shpejt dhe gjërat të lëvizin përpara, por mos prisni që gjithçka të ndodh menjëherë. Më mirë të filloni ngadalë dhe me kujdes, sidomos me marrëdhëniet, biznesin dhe financat. Në ditët dhe javët e ardhshme, pengesat në këto fusha do të largohen dhe gjërat do të zhbllokohen. Sot mund të keni pak konfuzion me udhëzimet ose të thoni gjëra pa dashje, por kjo do të qartësohet shpejt. Mos u befasoni nëse ndjeni dëshira të papritura ose impulse të forta. Ato shpesh lidhen me ndjenja të kufizimit dhe nevojën për ndryshim. Disa situata mund t'ju bëjnë të ndjeni të pakënaqur ose të çrregullt, por këto janë shenja se diçka duhet të rifreskohet ose të lihet pas. Sot jeta mund të duket më kaotike se zakonisht, por do të mësoni mësime të rëndësishme nga të tjerët dhe nga situatat që ju rrethojnë. Mund të zbuloni apo riktheni interesat dhe dëshirat tuaja të vërteta. Gjithashtu, mund të merrni një pasqyrë më të qartë mbi financat ose jetën tuaj të brendshme, duke kuptuar më mirë çfarë duhet të ndryshojë. Demi, sot Merkuri përfundon retrogradimin dhe kjo shënon fundin e një periudhe ku mendja ka qenë pak e trazuar dhe me reflektime të thella. Por mos prisni që gjithçka të kthehet menjëherë në normalitet, Merkuri ngadalë rifillon ritmin e zakonshëm. Gjatë kësaj ndryshimi mund të ketë ende pak konfuzion në komunikim, por shpejt do të vijë qartësia. Partneritetet, financat, marrëdhëniet intime dhe negociatat do të marrin një kthes pozitive në ditët dhe javët në vijim. Rezultatet e reja do t'ju ndihmojnë të merrni vendime më të informuara. Sot është më mirë të shkoni me rrjedhën e gjërave, pa nxitim ose presion. Megjithatë, me Venusin në opozit me Uranin, mund të ndjeni të ndarë midis dëshirës për praninë ose miratimin e dikujt tjetër dhe nevojës për të vepruar sipas mënyrës tuaj. Mund të ndodhin impulsivitet emocional që duhet menaxhuar, ndonjëherë kjo mund t'ju shërbejë, por shpesh ka rezultate të përzierura nëse veproni pa menduar me zemër. Ndryshimet janë të nevojshme për rritjen tuaj personale, dhe ndikimi i Venusit dhe Uranit sot mund të sjellë pak trazira, por gjithçka ka për qëllim t'ju tregojë se çfarë duhet të ndryshoni. Sot është koha të dalloni midis dëshirave të vërteta dhe impulsive, për të vepruar drejt asaj që ju bën vërtet të lumtur. Binjakët, sot Merkuri kthehet drejt pas pothuajse 3 javësh retrogradimi, dhe kjo do të fillojë të largojë vonesat dhe të lëviz planet tuaja përpara gjatë ditëve dhe javëve në vijim. Ndërsa merrni më shumë informacion ose shikoni gjërat nga një perspektivë tjetër, do të ndiheni më të përgatitur për të marrë vendime, sidomos për çështje që lidhen me partneritetet, punën dhe shëndetin. Sot është më mirë të vëzhgoni dhe të përpiqeni të kuptoni situatat, sesa të merrni veprime të menjëhershme. Mund të ndiheni pak të pakënaqur ose të shqetësuar sepse planet nuk janë ende të qarta ose ka shumë gjëra që duket se lëvizin në ajër. Diskutimet e rëndësishme mund të ruhen për një kohë kur njerëzit të jenë më pak të konfuzuar dhe të kuptojnë dëshirat e tyre. Sot mund të keni tundimin të hedhni diçka ose të merrni vendime impulsive, por është më mirë të prisni dhe të lejoni që gjërat të qetësohen para se të bëni ndryshime të mëdha. Mund të ndiheni të shqetësuar nga situata që nuk ju përfaqësojnë më ose që mendoni se i keni kaluar. Ndryshimet që lindin sot mund të çojnë në qasje të reja, përmirësime ose metoda veçanërisht inovative. Sot është një ditë për të kuptuar më mirë nevojat tuaja dhe për të bërë hapa drejt përmirësimit, duke u bazuar më shumë në vëzhgim dhe reflektim sesa në veprim të nxituar. Gaforia, sot nuk është dita për të bërë lëvizje të shpejta apo vendime të nxituara. Nëse hasni vonesa ose keqkuptime, përpiquni t'i shihni si një mundësi për të marrë frymë dhe për të rishikuar qëllimet tuaja. Të menduarit shumë për problemet vetëm do t'ju lodhë dhe do t'ju marrë energji të panevojshme. Merkuri përfundon retrogradimin sot, dhe kjo mund t'ju sjellë informacion të ri ose një perspektivë tjetër për disa çështje, veçanërisht ato që lidhen me punën, shëndetin, projektet kreative dhe marrëdhëniet romantike. Planet që keni bërë së fundmi mund të mos duken më kaq të domosdoshme,
por projektet që kanë rëndësi të vërtet do të fillojnë të lëvizin përpara. Sot është më mirë të hiqni dorë nga pritshmëritë për përgjigje të menjëhershme dhe të përqendroheni te mënyrat për të lëvizur me qetësi në situata të ndërlikuara. Transit I Venusit me Uranin mund t'ju ndihmojë të çlironi energjinë kreative nëse keni qenë të bllokuar, por mund t'ju bëjë të ndiheni pak të zhvendosur ose të çrregulluar përkohësisht. Mund të keni të bëni me njerëz që veprojnë sipas dëshirës së tyre pa marrë shumë parasysh ndjenjat tuaja. Mund të mos dini nëse dëshironi të jeni afër dikujt ose të keni hapësirë për vete. Emocionet mund të shkojnë lart e poshtë, duke dhënë sinjale të përzira. Prisni të papriturat. Por shmangni vendimet e nxituara për çështje që kërkojnë më shumë mendim dhe reflektim. Nëse ndiheni të kufizuar, kërkoni mënyra të qeta për të shijuar ndjesinë e lirisë dhe pavarësisë. Luani, sot mund të duket si një ditë e ndërlikuar, por nëse e shikoni si një periudhë tranzicioni dhe tregoni durim, gjithçka do të shkojë mirë. Merkuri kthehet drejt sot, pas pothuajse 3 javësh retrogradimi, dhe kjo fillon të sjellë përparim në projektet ose gjërat që kishin ngecur, sidomos ato që lidhen me hobet, jetën romantike, shtëpinë, familjen ose miqësitë. Komunikimi dhe qartësia në marrëdhënie personale mund të përmirësohen pak nga pak, por nuk ndodh menjëherë. Kjo është një proces gradual ndërsa Merkuri rifiton ritmin e tij normal gjatë ditëve dhe javëve në vijim. Sot mund të rishikoni biseda ose situata që ju kanë konfuzuar më parë. Tani me më shumë informacion ose faktor të rinj për të marrë parasysh, shikimet e jashtme mund të jenë të gabuara dhe mund të mos keni gjithë informacionin për të marrë vendime të mëdha. Me Venusin në opozit me Uranin, rehatisë suaj mund t'i kundërvihet dëshira për pavarësi ose liri. Është më mirë të përpiqeni të përshtateni me ndërprerjet sesa të luftoni kundër tyre. Ndryshimet e sotme mund të zbulojnë nevoja të pazbuluara më parë. Megjithatë, mund të ndiheni të pakënaqur ose të ndiheni të bllokuar në disa fusha. Reagimet të papritura ose ndjenja të trazuar janë të mundshme, por kjo është një mundësi për të kuptuar më mirë veten dhe për të bërë ndryshime të dobishme në jetën tuaj. Virgjëresha, sot ka energji të ndërlikuar që kërkon durim, por ka edhe shenja që pengesat po largohen. Merkuri kthehet drejt pas pothuajse 3 javësh retrogradimi, dhe kjo do të ndihmojë që planet dhe projektet që kanë ngecur së fundmi të fillojnë të lëvizin përpara gjatë ditëve dhe javëve në vijim. Tani ka më pak bllokime për progresin tuaj. Sot mund të përmirësohet komunikimi dhe marrëdhëniet me familjen, dhe gjithashtu do të ndiheni më të sigurt dhe më të besueshëm në përgjithësi. Sot është më mirë të jeni të qartë në biseda dhe deklarata, ose akoma më mirë, të prisni para se të gjykoni. Trajtojeni ditën si një periudhë tranzicioni. Jo si një moment për hapa të mëdhenj dhe vendime impulsive. Informacioni që vjen sot mund t'ju drejtojë në një rrugë të re, ose mund t'ju hap perspektiva të reja dhe të sjellë një ide apo zbulim të rëndësishëm për ju. Opozita e Venusit me Uranin mund të ngrejë ndjenja të forta dhe papritura, dhe planet mund të mos ecin siç kishit menduar. Mund të lindin edhe mosmarrëveshje me të tjerët për ide dhe opinione. Nëse keni ndjerë të bllokuar ose të ngecur në studime, marrëdhënie ose projekte, sot do të ndiheni të gatshëm për të ndryshuar gjërat. Mund të kaloni një lloj ringjalljeje të vogël në këto fusha për t'i freskuar ato dhe për të çliruar kreativitetin. Por keni kujdes të mos teproni, përpiquni të ndjeni frustrimet dhe të shihni se si janë gjërat kur gjithçka ka marrë rrjedhën e saj. Kjo është një mundësi e mirë për të rifituar kontrollin dhe për të parë gjërat me sy të ri. Peshorja, sot Merkuri kthehet drejt pas pothuajse 3 javësh retrogradimi, dhe kjo do t'ju sjellë gradualisht më shumë qartësi në komunikim, udhëtime dhe financat personale. Por sot kërkohet kujdes I shtuar me atë që thoni, si bëni blerje dhe si ndiqni udhëzimet, sepse ndryshimi në ritmin e Merkurit mund të sjellë pak konfuzion. Dita mund të duket pak kaotike ndërsa përpiqemi të përshtatemi me ndryshimin e drejtimit dhe të zgjidhim disa probleme të vogla, por kjo energji është e shkëlqyer për qartësi dhe për të çliruar situatat që kanë ngecur ose janë lënë pas dore gjatë javëve të fundit.
Kini parasysh se mund të jetë e vështirë të jeni objektiv për momentin. Jo vetëm për shkak të Merkurit, por edhe për shkak të opozitës së Venusit me Uranin. Sot mund të zbuloni metoda të reja ose gjëra që ju bëjnë entuziast, por është më mirë të mos nxitoheni. Sa më inovative ose jo e zakonshme të jenë këto gjëra, aq më shumë do t'ju tërheqin. Fryma juaj iniciative është e fortë dhe mund të ndiheni të trazuar për pronat, parat, komoditetin ose çdo çrregullim që lidhet me to. Mund të ndiheni se dikush është kundër jush, ose ndryshimet në orare mund t'ju dërgojnë në një drejtim të ri. Mendoni jashtë kutisë, sepse çdo gjë shumë e zakonshme apo rutinë do të duket e thatë dhe e pakëndshme. Rrethanat mund t'ju detyrojnë të ndryshoni diçka nëse keni qenë shumë të lidhur me zakonet ose gjërat që keni pasur. Sot është një ditë për të parë gjërat ndryshe dhe për t'u hapur ndaj ideve të reja që mund të sjellin përparim dhe qartësi. Akrepi, sot Merkuri kthehet drejt pas pothuajse 3 javësh retrogradimi dhe kjo ndikon shumë në shenjën tuaj dhe në fushën e burimeve tuaja. Në ditët dhe javët e ardhshme, indecisioni dhe pasiguria do të fillojnë të largohen dhe reflektimi që keni bërë do t'ju japë frytet e tij. Kjo është veçanërisht e vlefshme për shëndetin, financat dhe marrëdhëniet e ngushta. Vonesat dhe periudhat e pezullimit po mbarojnë ndërsa informacioni i ri ose një perspektivë e re shfaqet. Nëse keni kaluar kohë duke rikontrolluar, rishikuar dhe rregulluar gjëra, do të filloni të shijoni rezultatet e përpjekjeve tuaja. Ashtu si Merkuri nuk rifillon ritmin normal menjëherë. Edhe ju është mirë të filloni me hapa të kujdesshëm dhe të butë. Opozita e Venusit me Uranin sot mund ta bëjë ditën më të ndërlikuar. Të tjerët mund të duken të paqëndrueshëm ose të veprojnë papritmas dhe është e rëndësishme të qëndroni të qetë dhe të përqendruar tek vetja. Shmangni overthinkingun dhe nxituar në përfundime, sepse asnjëra nga ekstremet nuk ju ndihmon. Me Venusin në shenjën tuaj, mund të dëshironi afërsi dhe intimitet, por të tjerët mund të jenë të paparashikueshëm ose larg. Ndonjë person i rëndësishëm mund të reagojë ose të jetë rebel kur ju preferoni që gjithçka të mbetet e qetë. Britsjapi, sot Merkuri kthehet drejt pas periudhës retrograde që nisi më 9 nëntor, dhe kjo do t'ju ndihmojë të shihni përparim në marrëdhëniet dhe projektet që kanë pasur vonesa ose pengesa. Problemet e ndërlikuara dhe paqartësitë do të fillojnë të zgjidhen gjatë ditëve dhe javëve në vijim. Për momentin, keni kujdes të veçantë në ndërveprimet me të tjerët, sepse mund të humbisni detaje të rëndësishme. Trajtojeni sot si një ditë tranzicioni për të arritur rezultatet më të mira, jo vetëm për shkak të ndryshimit të Merkurit, por edhe për shkak të opozitës së Venusit me Uranin. Edhe pse problemet nuk zhduken menjëherë, do të vini re përparime reale ndërsa Merkuri rifiton ritmin e tij normal. Mund të dalin informacione të reja që ju ndihmojnë të merrni vendime ose zgjedhje që ju kanë shqetësuar në javët e fundit. Kjo është një periudhë e këndshme për të marrë me miq, grupe ose për shpresat tuaja për të ardhmen. Por energjia e Venusit dhe Uranit mund të sjellë pak pasiguri ose ndryshime të papritura në nivel social. Një person ose lidhje kreative, vizionare ose e pazakont mund të ketë një rol të fortë tani. Do të jeni më pak tolerant ndaj situatave ose njerëzve që duket se ju kufizojnë dhe mund të përballeni me shpërqendrime ose ndryshime mendimesh. Sot është një ditë e mirë për të gjetur mënyra për të freskuar ato fusha të jetës që janë bërë të shurdhta ose të lodhshme, në vend që të merrni vendime të nxituara. Ujori, sot Merkuri kthehet drejt pas pothuajse 3 javësh retrogradimi dhe kjo sjell mundësi për qartësi në marrëdhëniet, karrierën dhe reputacionin tuaj. Retrogradimi filloi në fushën e miqësive dhe pastaj u zhvendos në shtëpinë e karrierës dhe statusit. Në javët në vijim, vonesat dhe periudhat e pezullimit në këto fusha pritet të përfundojnë dhe situatat mund të ndryshojnë me informacionin e ri ose një perspektivë të re, planet për karrierën, vendosjen e qëllimeve, reputacionin dhe statusin. Si dhe miqësitë do të fitojnë qartësi dhe do të fillojnë të lëvizin përpara. Por sot, ndërsa ndodh ky ndryshim, është më mirë të merrni gjërat me qetësi. Kërkoni aktivitete që ju ndihmojnë të rifreskoni emocionet dhe të qetësoni mendjen.
Nuk është koha për të nisur plane të reja, përqendrohuni tek vëzhgimi dhe reflektimi. Sot vjen edhe energjia e Venusit në opozit me Uranin, që tregon nevojën për të bërë ndryshime në ato fusha të jetës që kanë qenë shumë të parashikueshme. Qëndroni fleksibël, sepse ndryshimet në planet ose papritshmëritë tek të tjerët mund të ndikojnë fort sot. Një pjesë e juaj mund të ndjejë dëshirën për ritëm ndryshimi, dhe nëse nuk e pranoni këtë, mund të lindin konflikte pa kuptuar vërtet burimin e pakënaqësisë. Përpiquni të identifikoni se çfarë ju bën të ndiheni të shqetësuar ose të pakënaqur dhe bëni një ndryshim të vogël. Sepse kjo mund t'ju jap energji dhe ndjenja empowermenti, sot është një ditë për të parë ku mund të lironi kreativitetin dhe për të bërë zgjedhje të vogla që sjellin ndryshime pozitive. Peshqit, sot kushtet mund të jenë të paqarta, por jemi në një pikë kthimi, duke e bërë të mençur ta konsideroni ditën si një periudhë tranzicioni. Merkuri kthehet drejt sot pas pothuajse 3 javësh retrogradimi, dhe kjo do të sjellë mundësi për përparim gradual në qëllimet tuaja, reputacionin, punën, udhëtimet, transportin, partneritetet dhe planet ose projektet edukative në ditët dhe javët në vijim. Informacion i ri ose një perspektivë ndryshme mund t'ju ndihmojë të merrni vendime më të mira, por është e rëndësishme të mos nxitoheni. Ashtu si Merkuri merr kohën e tij për të rifituar ritmin normal, edhe ju duhet të riktheheni ngadalë tek projektet dhe vendimet tuaja. Për çështje të mëdha, pritni një ditë më të favorshme për t'i adresuar. Sot ndodh edhe opozita e Venusit me Uranin, që mund t'ju bëjë më pak tolerant ndaj monotonisë në jetën tuaj. Rutinat mund të duken shtypse dhe kjo tranzit mund të zgjojë ndjenja të forta, ndonjëherë edhe rebeluese, sepse në thelb kërkohet rritje dhe progres. Mund të ndiheni të paduruar ose të tërhiqeni nga situatat që ndihen tepër kufizuese. Ndryshimet që vijnë sot mund të sjellin ajër të pastër në jetën tuaj dhe të ju drejtojnë drejt interesave të reja, edhe nëse fillimisht duken të papërshtatshme. Është më mirë t'i merrni në kontroll këto ndryshime, të jeni fleksibël dhe të mbani mendjen të hapur. Për të minimizuar frustrimet dhe për të shfrytëzuar energjitë e reja që po afrojnë mundësi për rritje dhe transformim.